nëse do me vërtetu ministria këto, le t'i bjen nesra pagerat. Rrethet që synohet me realizu për besi përfshin vetëm 2 fshatra dhe asgjë më shumë. Ndryshimi i lokacionit të rreth rrotullimit nga fshati Prugoc për në fshatin Besi ka nxitur paqartësi dhe reagime nga banorët. Ministria e Infrastrukturës më 11 shkurt 2026 njoftoi se kanë marrë vendim që të zhvendosin këtë rreth rrotullim për arsye se janë penguar t'i kryejnë punimet, pasi parcela është private. Sipas projektit fillestar, ndërtimi i rreth rrotullimit ka qenë i planifikuar të realizohet në fshatin Prugoc. Gjatë procesit të zbatimit të projektit, në korrekt 2025 është marrë vendim për ndryshimin e lokacionit të rreth rrotullimit për shkak të moslejimit të kryerjes së punimeve nga ana e komunitetit lokal, familja Reqica, pasi parcela në fjalë është pronë private dhe përfshin varreza familjare. Ata që i përmend ministria, familja Reqica, por edhe banorë të tjerë e mohojnë këtë pretendim. Kjo, mas pari nuk qëndron hiç, që janë kundër. Familja Reqica përgjithësi krejt janë për me bërë rrethin, së është jo veç nevoja e familjes Reqica, po është e krejt lagjës, e Barileves edhe derin Babimovc. Në më lidhe me aksin rrugor Prishtinë-Mitrovic. Përgjithësi është, na si familja Reqica, na jena për me bërë rrethin, po nëse do me vërtetu ministria këto, le t'i bjen nesra pagerat, edhe e vërteton, edhe ju prezent juve, a del një kush kundër, a nuk del një kush kundër. Nesra, bashkë nesra. As sot, as mas nesër, po nesra le t'bjen mëngjes, le t'i bjen pagerat, le t'i nis punën. Rrethin atje ku synohet më realizue, ne jemi komplet. Që rreth let realizohet, se s'është askush kundër atij rrethi që po planifikohet në Besi. Ajo çka kemi kërkuar mos më cënue e drejta e pronës të varrezave, sepse ne kemi ofruar fakte, dokumente që ajo është pjesë e parcelë e varrezave dhe varrezave të parëve tonë, se këtu ka diskriminim në aspektin e realizimit të obligimeve që ka, cila do të qoftë qeveri edhe kush do të qenë mbështet. Banorët nuk guxojnë më nda në baza as ideologjike, as partijake, as çfarë do natyre tjetër, rrethet që synohet me realizu për Besi përfshin vetëm 2 fshatra dhe asgjë më shumë. Nga Ministria e Infrastrukturës thanë se kjo pengesë e banorëve ka ardhur si pasojë e mungesës së elaborateve të shpronësimit në atë pjesë. Sipas tyre, banorët tashmë u kanë premtuar se nuk do të jenë pengesë për ndërtimin e rreth rrotullimit. Ne seriozisht jemi duke i trajtu kërkesa shtetare. Në terë rrotullimi i parë, ku ka qenë para pa me projekt, kompania 2 herë ka fillu me ekzekutu projektit, nuk na kanë lënë banor për arsye se nuk ka pas një elaborat shpronësimit për atë pjesë. Në ndërkohë ka qenë kërkesa e banorëve për këtë rrethin tjetër. Banorët edhe sot na premtuan se pavarësisht se s'kan marrë ende vendimet për shpronësim, nuk do të janë pengesë. Nuk është vendimi përfundimtar mos me ndërtu aty rrotullimin. Kërkesat e shtetare janë temë që do trajtohen, edhe janë duke u trajtuar, edhe në Besi edhe të gjithë të tjerë, po orientimi është që aty ku nuk ka pengesa, projekti është duke u zbatuar siç është projektuar. Nga Ministria e Infrastrukturës thanë se ditëve në vijim do të përcaktohet lokacioni se ku do të ndërtohet rreth rrotullimi. Nuk kam se ku çka do të ndërtohet është çështje për cilën ditët në vazhdim definitivisht do të përcaktohen. Për momentin nuk ka ndonjë ndryshim esencial në raport me projektin.